Shiu rrëzonte pa mëshirë mbi rrugët e ngushta të Prishtinës. Ishte nata e 12 nëntorit 1999 dhe qyteti ende mbante plagët e freskëta të luftës. Rrugët ishin pothuajse bosh, vetëm tingujt e pikave të shiut që binin mbi çatitë e shkatëruara dhe muri i xhamisë së vjetër në qendër të qytetit. Një figurë mbuluar me shami të zi vraponte në përerrësirë, duke mbajtur diçka të mbështjellë në një batanie të vjetër ushtarake. Hapat e saj ishin të shpejt për të heshtur, sikur dijej çdo gur të rrugës. Frymëmarrja e saj ishte e rëndë, e përzier me të qara të përmbytura. Kur arriti te porta e xhamisë, gruaja u ndal për një çast. Duart I dridheshin ndërsa shikonte poshtë në batanie. Brenda saj, një fëmijë I vogël, jo më shumë se disa ditësh, flinte I qetë, I pa vetëdijshëm për tragjedinë që po zhvillohej rreth tij. "Më fal", përshpëriti gruaja me zë të thyer. "Zoti më është dëshmitar që kjo është e vetmja rrugë." Ajo e vuri me kujdes fëmijën në tokë, të mbrojtur nga era nën strehën e hyrjes së xhamisë. Pastaj, me duar që dridheshin, nxori nga qafa e saj një varse argjendi, një medalion I vogël, I gdhendur me motive tradicionale, me një gur të vogël të kaltër në qendër. E vuri varsen rreth qafës së fëmijës. "Kjo është e gjitha që mund të jap", tha ajo duke I prekur fytyrën e vogël një herë të fundit. "Por dije që je e dashur. Dije që ke një non që do të mbajë në zemër çdo ditë të jetës." Ajo trokiti 3 herë në derën e drurit të xhamisë. Pastaj u largua duke vrapuar në errësirë pa u kthyer prapa asnjëherë. Vetëm 1 minutë më vonë, dëgjoi një qarje e vogël, e hollë, që shpërthyu në heshtinë e natës. Dera u hap. Imami mentor, një burr në të 50-tat, me mjekër të bardhë dhe sy të ngrohtë, doli jashtë. Shikimi I tij ra menjëherë te batania në tokë. "Subhanallah", murmuriti ai duke u përkulur dhe duke e marrë fëmijën me kujdes. Ishte një vajzë e vogël, me sy të mëdhenj gështenj që e shikonin me pafajësi. Imami e mbuloi më mirë, pastaj pa varse në qafën e saj. Diçka në medalion e bëri të ngrinte vetullat. E njihte atë simbol. Ai shikoi rreth e rrotull në errësirë, por nuk kishte askënd. Vetëm shiu dhe nata. "Eja voglushe", tha but. "Zoti të ka sill në shtëpinë e tij. Nuk do të lëm kurrë vetëm." Ai hyri brenda në xhami nuk e mbajtur fëmijën ngushtë në gjoks. Por para se të mbyllte derën, vëreti diçka. Një copë letre e lagur, e ngjeshur në një qoshtë të batanies. E mori dhe hapi. Emri I saj është Arbesa. "Ruani. Nëna e saj nuk mund të bëj më shumë." Imami mentor e lexoi letrën 2 herë, pastaj e futi në xhep. Zemra e tij ishte e rrënduar nga një ndjenjë që nuk e kishte ndjer prej vitesh, një sekret që dihej se do ta mbante gjithë jetën. Asaj nate, nën tingujt e ezanit dhe shiut që bie, jeta e Arbesës filloi. Një jetë që do të kërkonte të vërtetën për 25 vjet. 25 vjet më vonë, prill 2024, Prishtinë. Arbesa zgjohej çdo mëngjes me të njëjtën pyetje që e kishte shoqëruar gjithë jetën. Kush jam unë vërtet? Drita e diellit depërtonte në përperdet e dhomës së saj të vogël në katin e dytë të shtëpisë së rinës. Ajo shtrihej në krevat duke shikuar tavanin dhe duke prekur varsen që nuk e kishte hequr kurrë nga qafa. Medalioni I vjetër argjendi kishte zbet me vite, por ende shkëlqente but në dritë. "Arbesa", dëgjoi zërin e rinës nga kati I poshtëm. "Mëngjesi është gati, zemër." Ajo u ngrit nga frevati dhe u vesh me kujdes. Një fustan I thjeshtë I kaltër, një shall I lehtë mbi supe. Arbesa ishte një vajzë e bukur, me flokë të gjatë gështenj dhe sy që mbanin një thellësi të çuditshme. Sikur aty brenda fshihej një histori që askush nuk e dinte. Në tryez, Rina kishte përgatitur një mëngjes tradicional. Bukë të freskët, djath, domate dhe çaj të ngrohtë. Rina ishte tashmë të 60 vjetat, me flokë gri të lidhur prapa dhe një buzëqeshje që nuk kishte shuhet kurrë, edhe pas gjithë vuajtjeve që kishte parë. "Mirëmëngjes nën", tha Arbesa duke I dhënë një puthje në faqe. "Mirëmëngjes bija ime", u përgjigj Rina. "Ke fjetur mirë?" "Sikur gjithmonë", gënjeu Arbesa. E vërteta ishte se kishte ëndëruar përsëri. Ëndra të shpërndara, tingut I qarjes dhe një hije gruaje që largohej në natë. Ato hëngrën në heshte për disa minuta,
derisa Rina foli përsëri, kësaj here me një nuancë të ndryshme në zë. Arbesa, filloi ajo, duke mos e ngritur shikimin nga pjata. Ka diçka që duhet të them. Arbesa e pa me njerë ndryshimin në qëndrimin e saj. Zemra e filloi të rrahte më shpejt. Çfarë është? Rina mori një frymë të thellë. Imami mentor më thirri dje. Ai dëshiron të takoj. Tha se ka diçka të rëndësishme për të thënë. Arbesa ngriti kokën. Diçka për mua? Por çfarë? Nuk ma tha Rina duke prekur dorën e Arbesës. Por mendoj se ka të bëj me atë natë. Ajo natë. Nuk kishte nevojë për sqarim. Arbesa i dinte çdo detaj, se si ishte gjetur te dera e xhamisë, se si Rina, e cila ishte atëherë grua e re dhe e pabesueshëm e trishtuar pas humbjes së fëmijës së saj, kishte vendosur të arrisë atë si të vetën. Kur? Pyeti Arbesa. Sot pasdite, tha Rina. Nëse je gati. Arbesa e kishte pritur këtë moment gjithë jetën, por tani që kishte ardhur ndjehej e tmeruar. Çfarë nëse e vërteta ishte më e keqe se padituria? Jam gati, tha përfundimisht. Pasdite, rrugët e Prishtinës ishin plot jetë. Arbesa ecste ngadalë drejt xhamisë së vjetër, duke mbajtur të shtrënguar çantën e saj. Zemra i rrahte fort. Kur arriti te porta e madhe e drurit, e njëjta derë ku ishte lënë 25 vjet më parë, ndaloi për një çast. Brenda, imami mentor ulej në një karrige të vjetër, duke lexuar Kur'an. Kur e dëgjoi derën që hapej, e ngriti kokën dhe buzëqeshi. Arbesa, tha ai me zë të butë. Vjen bija ime, të kam pritur. Ajo hyri dhe u ul përballë tij. Heshtja midis tyre ishte e rëndë, plot me fjalë të pathona. Imami, nëna Rina më tha se keni diçka për mua. Mentori shikoi në sytë e saj për një kohë të gjatë. Po, diçka që kam mbajtur për 25 vjet, një sekret që u betova ta mbaja, por tani kam kuptuar se e vërteta është e drejtë jote. Ai nxori nga sirtari një zarf të verdhur nga koha. Kjo është letra që ishte me ty atë natë, por ka edhe diçka tjetër. Ai pushoi. Ajo grua që të la këtu, unë e njoh varsen që mban. Arbesa e preku instinktivisht medaljonin e qafë. Si, sepse ajo varse, tha mentor ngadalë, i përket një familjeje shumë të njohur në këtë qytet. Një familje që humbi dikë atë vit. Një vajzë të re që u zhduk pa gjurmë, pak kohë përpara se ti të shfaqesh e këtu. Zemra e Arbesës pushoi. Kush ishte ajo? Mentori e shikoi me dëmshuri. Unë nuk jam i sigurt plotësisht, por kam një emër dhe mendoj se koha ka ardhur që ti ta gjesh të vërtetën. Ai ia dha zarfin dhe një fletë tjetër, ku ishte shkruar vetëm një emër. Lirie Kelmendi. Ky është vendi për të filluar, tha mentor. Por Arbesa, bëhu gati, sepse disa të vërteta janë më të rënda se sa mund të duken. Arbesa e mori zarfin me duart që dridheshin. Ndërsa largoi një xhamia, nuk e dinte se çfarë priste, por dinte një gjë. Jeta e saj sapo kishte ndryshuar përgjithmonë. Natën e asaj dite Arbesa nuk mundi të flinte. Shtrihej në krevat me zarfin në duar, duke lexuar e rilexuar letrën e nënës saj biologjike. Emri i saj është Arbesa, ruajeni. Nëna e saj nuk mund të bëjë më shumë. Ato fjalë të thjeshta të shkruara me një shkrim të shpejtë dhe të dridhur, mbanin brenda tyre një botë të tërë dhimbje. Arbesa imagjinoi natën, shiun, errësirën, vendimin e pamundur që një nënë e re kishte marrë. Dhe tani kishte një emër. Lirie Kelmendi. Në mëngjes, ajo u zgjua me vendosmëri të re. Vishej me kujdes, mori çantën dhe doli pa zhurmë nga shtëpia, pa zgjuar Rinën. Nuk donte të shqetësonte nënën që i kishte rritur derisa të kishte diçka konkrete. Stacioni i autobuseve ishte plot me njerëz.
Arbesa mori një autobus drejt qendrës së qytetit, ku ndodhej biblioteka kombëtare. Nëse kishte ndonjë informacion për Liri e Kelmendi, aty do ta gjente. Brenda bibliotekës ajri kishte erë libri të vjetër dhe heshtje. Arbesa shkoi te seksioni i arkivave dhe u drejtua punojësit, një burr i moshuar me syze të trasha. "Më falni", filloi ajo. "Jam duke kërkuar informacion për një person që ka jetuar këtu në vitet e luftës. Emri është Liri e Kelmendi." Burri e shikoi me dyshim. "Kjo është kohë shumë e turbullt. Shumë dokumente u shkatruan. Por mund të shikojmë në regjistra." Ata kaluan një orë duke kërkuar në përdosje dhe mikrofilm. Së fundmi, burri ngriti kokën. "Këtu është diçka", tha ai. Liri e Kelmendi, e lindur me 1978, e regjistruar si banore e lagjes së Dardanis. Por ka diçka të çuditshme. "Çfarë?" pyeti Arbesa duke ju afruar. "Asnjë regjistrim pas vitit 1999, asnjë dokument, asnjë certifikat. Sikur të ketë zhdukur." Zemra e Arbesës u nguris. "Ka ndonjë listë të zhdukurve?" "Po", tha burri. "Por nuk është këtu. Duhet të shkoni te Kryqi i Kuq. Ata mbajnë ato arkiva." Arbesa e falenderoi dhe u nis. Jashtë, qeli kishte filluar të mbulohej me re. Ajo shikoi orën. Ishte ende e hershme. Mori një taksi drejt qendrës së qytetit ku ndodhej biblioteka kombëtare. Nëse kishte ndonjë informacion për Liri e Kelmendi, aty do ta gjente. Brenda bibliotekës, ajri kishte erë libri të vjetër dhe heshtje. Arbesa shkoi te seksioni i arkivave dhe u drejtua punojësit. Një burr i moshuar me syze të trasha. "Më falni", filloi ajo. "Jam duke kërkuar informacion për një person që ka jetuar këtu në vitet e luftës. Emri është Liri e Kelmendi." Burri e shikoi me dyshim. "Kjo është kohë shumë e turbullt. Shumë dokumente u shkatruan. Por mund të shikojmë në regjistra." Ndërsa taksia kalonte nëpër rrugët e qytetit, ajo shikoi nga dritarja. Prishtina kishte ndryshuar shumë prej vitit 1999, por ende kishte ndërtesa që mbanin shenjat e luftës. Mure me vrima plumbash, fasada të çarosura, histori të heshtjes. Në zyrë, një grua e re me emrin Mira e priti me ngrohtësi. "Si mund t'ju ndihmoj?" pyeti ajo. "Jam duke kërkuar informacion për një grua që mund të jetë shënuar si e zhdukur", tha Arbesa. "Emri është Liri e Kelmendi, nga viti 1999. Mira e shikoi me vëmendje, pastaj filloi të shkruaj në kompjuter. "Kelmendi, Lirie", murmuriti ajo. "Po, këtu është." Arbesa ndaloi frymën. "Por", vazhdoi Mira, "statusi nuk është e zhdukur, është emigruar, adresë e panjohur." "Çfarë do të thotë kjo?" pyeti Arbesa. "Do të thotë se ajo u largua nga vendi pas luftës, por nuk la asnjë informacion se ku shkoi. Ka shumë raste të tilla, njerëz që ikën për sigurinë, për punë, për arsye të ndryshme. Por, këtu shkruan se familja e saj ka kërkuar për të në vitet 2000 dhe 2001. "Familja?" Arbesa ndjeu lival emocioni. "Ku janë ata tani?" Mira klikoi më tej. "Ka një adresë këtu, shtëpia e prindërve të Liri e Kelmendi, Hasan dhe Fatime Kelmendi, lagja e qafës. Por kjo adresë është nga viti 2001, nuk e di nëse janë akoma atje." Arbesa e shënoi adresën me duar që dridheshin. "Ju faleminderit, shumë faleminderit." Ndërsa dilte, telefonit i erdhi një mesazh nga Hana, shoqja e saj më e ngushtë. "Ku je? Të kam kërkuar gjithë mëngjesin." Arbesa shkroi shpejt. "Po kërkoj diçka të rëndësishme, do të flas më vonë." Ajo e dinte se Hana do shqetësohej, por nuk ishte kohë për shpjedhime. Çdo minutë që kalonte ndjente se po afrohej më shumë me të vërtetën dhe me frikën se çfarë mund të gjente. Lagja e qafës ishte e vjetër, me shtëpi 2 katëshe me ngjyra të zbehta dhe oborg me pemë frutash. Arbesa ecte ngadalë, duke lexuar numrat e shtëpive. Zemra i rahte aq fort sa mendoi se të tjerët mund ta dëgjonin.
Kur arriti te numri 34, ndaloi. Shtëpia ishte e vjetër por e mirëmbajtur, me lule në dritare dhe një portë druri e hapur gjysmë. Arbesa mori një frymë të thellë dhe trokiti. Asnjë përgjigje. Trokiti përsëri, këtë herë më fort. Pas 1 minute, dëgjoi hapa nga brenda. Dera u hap ngadalë dhe një grua e moshuar, me flokë krejtësisht të bardhë dhe sytë e lodhur, shfaqet. Po, tha gruaja me një zë të butë por të kujdesshëm. Më falni që ju shqetësoj, filloi Arbesa, duke përpjekur të mbaj zërin e qëndrueshëm. Unë jam duke kërkuar dikë. A jeni ju Fatime Kelmendi? Gruaja shtangoi. Po, jam unë. Por, kush pyeti? Arbesa ndjeu grykën që i thahej. Emri im është Arbesa, dhe jam duke kërkuar informacion për dikë që, mendoj, është e lidhur me mua. Emri i saj është Lirie Kelmendi. Fatime mbeti e ngrirë. Ngjyra u largua nga fytyra e saj, dhe për një moment, Arbesa mendoi se do të rrëzohej. Lirie? Përsëriti gruaja, pothuajse një pëshpëritje. Ti je duke kërkuar për Lirien? Po, tha Arbesa. A mund të hyjmë brenda? Kam shumë pyetje dhe mendoj se ju mund të më ndihmoni. Fatimi i shikoi Arbesën për një kohë të gjatë, sikur po shite një fantazëm. Pastaj, pa thënë fjalë, u tërhoq dhe i bëri shenjë të hynte. Brenda, shtëpia ishte e thjeshtë por e ngrohtë. Fotografi të vjetra varnin në mure, fotografi familjare, portrete, momente të lumtura që dukeshin nga një kohë tjetër. Dhe atëherë, Arbesa e pa një fotografi e madhe në raftin kryesor, një vajzë e re me flokë të zinj të gjatë dhe sy të ngrohtë, duke buzëqeshur në kamera. Nën fotografi, një pllakë e vogël. Lirie Kelmendi, 1978-1999. Arbesa ndaloi frymën. Ajo vdiq? Fatime ul ngadalë në një karrige, duke mbajtur kokën me duar që një filçan çaji nuk e kishte prekur fare. Heshtja midis tyre ishte e rëndë, e mbushur me 25 vjet dhimbje. Më thuaj, filloi Fatime me zë të thyer, pse je duke kërkuar për Lirien? Arbesa e preku varse në qafë, sepse mendoj se ajo është nëna ime. Fjalat ranë sigur në ujë të qetë. Fatimi e shikoi Arbesën me sy të zgjeruar, pastaj shikoi varësën. Dora e saj u ngrit ngadalë, duke u dridh. Atë varse, pëshpëriti ajo. Ku e gjete? Ishte me mua kur u gjet, tha Arbesa. U lash në derën e xhamis kur isha vetëm disa ditësh. Kjo varëse ishte e vetmja gjë që kisha nga nëna ime. Fatime filloi të qante pa zë, lotët të rrëshqitën poshtë faqeve të saj të rrudhura. E njoh atë varëse, ajo ishte e Lirjes, e kishte trashëguar nga nëna ime, gjyshja e saj. Arbesa ndjeu botën të rrotullohej rreth saj. Atëherë është e vërtet? Pëshpëriti ajo. Ajo ishte nëna ime. Po, tha Fatime, duke fshirë lotët, por historia nuk është ajo që mendon. Ajo u ngrit dhe shkoi te një dollap i vjetër, nxori një kuti druri të vogël dhe u kthye. Kur e hapi, brenda kishte letra, fotografi dhe një ditar të vjetër. Liria ishte vajza jone vetme, filloi Fatime. Ishte e zgjuar, e bukur, plot jetë. Por në vitet përpara luftës, diçka ndryshoi. Ajo u largua, u mbyll. Pastaj, në vitin 1999, ajo na tha se ishte shtatzën. Arbesa dëgjonte me zemër që rrahte fort. Ne nuk e dinim kush ishte babai, vazhdoi Fatime. Ajo refuzoi të na thotë. Vetëm tha se ishte gabimi i saj dhe se ai nuk mund të dinte kurrë. I kishim thënë se do ta mbështesnim, se do të arritnim fëmijën së bashku, por ajo ishte e friksuar. Dhe pastaj, zëri i saj u prish. Pastaj erdhi lufta. Ajo ndaloi duke marrë një frymë të thellë. Nata e 12 nëntorit, Liria doli nga shtëpia, tha se do të shkonte te një shok për pak kohë. Por nuk u kthye kurrë. Ne e kërkuam kudo, spitale, strehimore, në çdo vend të mundshëm. Asgjë. Dhe pastaj, 3 ditë më vonë, gjejmë një letër në derën tonë. Fatime nxori një copë letre të verdhur nga kutia. Ja dha Arbesës me duar që dridheshin. Arbesa e lexoi. Nën, bab. Më falni, kam bërë diçka që nuk mund ta kthej, por dije që bia ime është në duar të mira.
mos më kërkoni, nuk ka kthim për mua. Liria. Arbesa e shtëngoi. Çfarë do të thotë kjo? Nuk ka kthim? Ne menduam se ajo ishte vrarë, tha Fatime, duke qarë hapur tani. Mendojmë kështu prej 25 viteve. E regjistruam si të zhdukur, por në zemrat tona e dinim se kishte vdekur. Por tani që ti je këtu, ajo e shikoi Arbesën me shpresë dhe frikë të përzier. Nëse ti je bia e saj, atëherë ajo ishte gjallë. Të paktën për pak kohë. Arbesa i ndjeu lot të nxehtë duke rënë. Pse? Pse do të largohej? Pse do të më linte? Nuk e di, tha Fatime, por liria ishte e fortë. Nëse e bëri këtë, kishte një arsye, diçka që e detyroi. Në atë moment, dera u hap dhe një burr i vjetër hyri brenda. Hasan, babai i Lirjes. Ai ishte i thyrë nga vitet, me shpinë të përkulur dhe sy që kishin parë shumë dhimbje. Fatime, kush është këtu? Pyeti ai, pastaj ja pa Arbesën, ndaloi në vend. Hasan, tha Fatime me zë të butë. Kjo është Arbesa. Ajo është mbesa jon. Hasan u afrua ngadalë, duke e shikuar Arbesën me sy plot lot. Ti je bia e Lirjes. Arbesa vetëm munden të tund kokën. Plaku ra në gjunjë përpara saj dhe e kapi dorën. Faleminderit, tha ai duke qarë. Faleminderit që erdhe, faleminderit që na dhe shpresë. Në atë dhomë, në atë momente, një familje u ribashkua, por me një boshllok të madh në qendër. Liria ende mungonte. Dhe Arbesa dinte se nuk do të mund të qetësohej derisa ta gjente të vërtetën e plot. Atë mbrëmje, Arbesa u kthye në shtëpi e shkatruar nga emocionet. Rina priti në derë me shqetësim të dukshëm në fytyrë. Ku ishe gjithë ditën? Pyeti ajo. Po kërkoja, tha Arbesa thjesht. Pastaj, për herë të parë, ja rrëfeu gjithçka, për letrën, për lirjen, për familjen që sapo kishte gjetur. Rina dëgjoi me vëmendje, pastaj e përqafoi fort. Unë kam pasur frikë për këtë ditë, tha Rina. Kam pasur frikë se do të më humbësh. Nuk do të humb kurrë, tha Arbesa, duke e mbajtur. Ti je nëna ime, por kam nevojë të di se nga erdha. E di, tha Rina, duke afshir lotët, dhe do të ndihmoj. Çfarëdo që të duhet. Atë natë, ndërsa shtrihej në krevat, Arbesa shikoi tavanin dhe mendoi për Lirjan, për nënën e saj që nuk e kishte njohur kurrë. Çfarë i kishte detyruar ta linte? Kush ishte babai që nuk mund ta dinte kurrë? Dhe më e rëndësishmja, a ishte vërtet e vdekur apo ishte diçka më shumë? Arbesa zgjodhi që të mos flinte. Mori laptopin dhe filloi të kërkonte. Emri Lirje Kelmendi nuk jepte shumë rezultate, por ka një artikull i vjetër gazete nga viti 2001 nga një gazetë lokale. Titulli e tmerroi. Misteret e luftës, gratë e zhdukura të Prishtinës. Artikulli listonte emrat të grave që ishin zhdukur gjatë ose menjëherë pas luftës. Liria ishte në listë, por kishte një detaj që Arbesa nuk e kishte pritur. Dëshmitar thanë se Liria Kelmendi ishte parë për herë të fundit në lagjen e Arbërisë, afër një godine të re biznesi që po ndërtohej nga kompania Dardania Construction, e drejtuar nga biznesmeni Ardian Suma. Emri i fundit e bëri Arbesën të ngrinte. Ardian Suma. Ajo e njihte atë emër. Ishte një nga biznesmenet më të pasur dhe më influent në Prishtinë. Por çfarë lidhje e kishte ai me nënën e saj? Arbesa e shënoi emrin dhe vendosi që nesër do të kërkonte më shumë, por një pyetje tjetër e mundonte. A duhet i tregonte gjyshërve për këtë? A do të ishte sigurt? Telefoni i saj vibroi. Një mesazh nga Hana. Arbesa, më shqetëson. A je mirë? Mund të takohemi nesër. Arbesa shkroi mbrapa. Po, nesër. Ka shumë për të folur. Ajo fiksi laptopin dhe u shtri përsëri, por gjumi nuk erdhi. Mendja e saj ishte plot me emra, data, pyetje. Dhe me varse me qafë që ndjehej më e rëndë se kurrë. Të nesërmen në mëngjes, Arbesa u takua me Hanën në një kafe të vogël në qendër të qytetit. Hana ishte shoqja e saj më e ngushtë që nga vitet e shkollës së mesme. Një vajzë e gjallë, e mençur dhe besnike deri në fund. Mirë, tani më trego çfarë po ndodh, tha Hana, duke ulur 2 kafe në tryezë. Ke qenë shumë e çuditshme javët e fundit. Arbesa mori një frymë të thellë dhe filloi të tregoj gjithçka,
nga takimi me Imanin mentor deri te gjyshërit, artikulli i gazetës dhe emri Ardian Suma. Hana dëgjonte me sy të zgjeruar. Prit. Ti thua se Ardian Suma mund të ketë një lidhje me nënën tënde biologjike? Nuk e di, por emri i tij shfaqet në artikull dhe gjyshërit thanë se Liria ishte friksuar nga dikush. Çfarë nëse ai është babai yt? E ndërpreu Hana. Fjalët u thanë. Arbesa kishte menduar të njëjtën gjë, por dëgjimi i tyre me zë e dyri më të vërtet dhe më të tmerrshme. Nëse është, atëherë pse nuk e pranoi? Pse nëna ime duhet të ikte? Sepse burrat si ai nuk pranojnë përgjegjësi, tha Hana me zë të ashpër. Sidomos në kohën e luftës, kur gjithçka ishte kaos. Ai ka pasur pushtet, para, ndikimi, ndërsa nëna jote ishte vetëm një vajzë e re. Arbesa ndjeu një val zemërimi. Si mund ta provoj? Si mund të sigurohem? Hana mendoi për një moment. Ke nevojë për prova, dokumente, dëshmitar ose ajo ndaloi. Test ADN. Si mund ta bëj këtë? Ai nuk do të pranoj kurrë vullnetarisht. Nuk duhet pranoj, tha Hana. Mjafton të marrim një mostër, një gotë që ka përdorur, një flok, çfarëdo. Ka laborator që bëjnë teste diskrete. Arbesa e shikoi me mendyshje. Kjo tingëllon e rrezikshme. E është, pranoi Hana. Por çfarë alternative ke? Të shkosh dhe t'ia thuash, përshëndetje, je ti babai im? Ai do të largoj menjëherë. Njerëzit si ai mbrojnë imazhin e tyre mbi gjithçka. Arbesa e dinte se kishte të drejtë, por ideja e fshehjes dhe vjedhjes e bënte të ndjehej e papastër. Mendoje, tha Hana duke e prekur dorën e Arbesës. Kjo nuk është vetëm për ty. Është për nënën tënde që mund të ketë vdekur me atë sekret. Është për gjyshrit e tu që meritojnë të dinë të vërtetën. Arbesa tundi kokën ngadalë. Ke të drejtë. Por si do ta bëjmë? Hana buzëqeshi, një buzëqeshje dinake që Arbesa e njihte shumë mirë. Lër me mua, unë kam një plan. Ardian Suma ishte një burr në të 50-tat me flok gri të pjekur dhe kostume të shtrenjta. Ai kishte ndërtuar një perandori biznesi pas luftës. Ndërtim, imobiliare, hotele. Ishte i dashur nga mediat, i respektuar ose i friksuar nga konkurrentët dhe i martuar me një grua të bukur që vinte nga një familje e njohur. Në sytë e publikut, ai ishte një model suksesi, por Arbesa po mësonte se çdo sukses ka një çmim dhe dikush duhet ta paguajë. Hana zbuloi se Ardian shpesh shkonte në një restorant të caktuar çdo të premte mbrëmë. Një vend ekskluziv ku takonte partner biznesi. Plani ishte i thjeshtë. Arbesa do aptikonte si kamarier atje për një javë, do të afrohej te tavolina e tij dhe do të merrte një mostër ADN. Tingëllon si në film, tha Arbesa duke qeshur nervozisht. Jeta është më e çuditshme se filmat, u përgjigj Hana. 2 ditë më vonë, Arbesa kishte marrë një punë të përkohshme në restorantin Dardania. Ironia e emrit nuk i shpëtoi. Menaxheri, një burr i ngrysur me emrin Besnik, e trajnoi shpejt. Vetëm mbaj gojën mbyllur dhe bëj punën, i tha ai. Klientët këtu duan privatësi. Arbesa tundi kokën dhe filloi punë. E premtja erdhi më shpejt se sa kishte pritur. Zemra e Arbesës rrahte fort kur pa Ardian Suma duke hyrë në restorant, i shoqëruar nga 2 burra të tjerë në kostume. Ata ulën në një tavolinë në qoshe, larg syve të kureshtar. Arbesa mori një frymë të thellë dhe u afrua me një menu në dorë. Mirëmbrëma zotërinj, tha ajo, duke përpjekur të mbajë zërin e qetë. Çfarë dëshironi të porosisni? Ardian nuk e pa as. Ai ishte i fokusuar në telefonin e tij, duke shtypur diçka me shpejtësi. Burrat e tjerë porositën dhe Arbesa shkroi shpejt. Dhe ju zotri, pyeti ajo duke ju drejtuar Ardianit. Ai e ngriti kokën për një moment dhe për një sekond sytë e tyre u takuan. Arbesa ndjeu një dridhje. Kishte diçka në sytë e tij, diçka të njohur dhe të largët në të njëjtën kohë. Biftek, i pjekur mirë, dhe një verë të kuqe, tha ai shkurt, pastaj u kthye në telefon. Arbesa u largua duke ndjeshur gjynjët që i dridheshin. Në kuzhinë, Hana e priste. Ajo kishte ardhur si shoqe për t'i dhënë mbështetje morale. E pe? Pyeti Hana. Po, tha Arbesa. Ai është i ftohtë, i largët.
Perfekt për atë që duam të bëjmë, tha Hana. Kur t'ua qosh platat, merr gotën e tij kur ta mbaroj verën. Do t'jem jashtë me makinën. Arbesa tundi kokën. Plani ishte në lëvizje. Gjithçka shkoi pa probleme. Deri në momentin kur Arbesa po merrte gotën e verës. Dora e saj e preku për gabim shpatullën e Ardianit. Ai u kthye menjëherë, me sy të ashpër. "Çfarë po bën?" "Më falni," tha Arbesa shpejt duke u tërhequr, "po pastroja tryezën." Ardiani e vështroi për një moment më gjatë se sa ishte nevojshme. "Të kam parë më parë." Zemra e Arbesës ndaloi. "Jo, nuk mendoj." Ai e studoi fytyrën e saj, pastaj tundici kokën. Ndoshta po ngatroi. Por ndërsa Arbesa largohej me gotën në dorë, ndjeu se diçka kishte ndryshuar. Ai e kishte vërejtur. Dhe nëse kishte ndonjë dyshim, jashtë ajo ja dha gotën Hanës, e cila e vuri menjëherë në një qese plastike. "E more?" pyeti Hana. "Po," tha Arbesa, duke u dridhur. "Por ai më pa. Hana, ai më pyeti nëse të kisha parë më parë." Hana e kapi nga krahët. "Qetësou, ai nuk di asgjë. Tani e shkojmë në laborator dhe presim rezultatet." Por ndërsa largoheshin me makinë, Arbesa nuk mund t'i hiqte mendjen nga ato sy. Syt e Ardian Sumës që e kishin shikuar me një përzierje kureshtjeje dhe diçkaje tjetër, diçka që ngjan me frikë. 2 javët më të gjata të jetës së Arbesës kaluan duke pritur rezultatet e testit ADN. Çdo ditë ndjehej si një muaj. Ajo u përpoq të vazhdonte rutinën e saj normale. Pune, shtëpie, vizita të shkurtra te gjyshërit, por mendja e saj ishte gjithmonë në laborator, në atë zarf të vogël që të ndryshonte gjithçka. Hana ishte pranë saj çdo ditë, duke e mbajtur të fortë. "Çfarëdo që thot ai trest, ti nuk je vetëm. Ke mua, ke Rinën, ke gjyshërit. Ke një familje që të do." Arbesa e përqafoi. "Faleminderit. Nuk di çfarë do të bëja pa ty." Në natën e 18, telefoni i Arbesës u ndez me një email nga laboratori. "Rezultatet tuaja janë gati. Ju lutemi shkarkoni dokumentin e bashkangjitur." Arbesa ishte në dhomën e saj. Duar i dridheshin aq shumë sa mezi mund t'i hapte emailin. E thirri Hanën menjëherë. "Kam rezultatet," tha ajo me zë të dridhushëm. "Hapi," tha Hana në telefon. "Jam këtu me ty." Arbesa mori një frymë të therrë dhe kliku në dokumentin PDF. Faqja u ngarkua ngadalë, çdo sekond dukej si një përjetësi. Dhe atëherë, aty ishte. Testi për putshmërisë ADN. Subjekti A, Arbesa. Mostra referuese. Subjekti B, mostra e panjohur. Përputhshmëri parësore 0%. Përputhshmëri dytësore, familjar të afërt 0%. Konkluzion: nuk ka lidhje gjenetike midis subjektit A dhe subjektit B. Arbesa lexoi fjalët 3 herë para se të kuptonte plotësisht. Ardian Suma nuk ishte babai i saj. Ndjeu një përzierje lehtësimi dhe zhgënjimi. Lehtësim sepse ai burri ftohtë nuk ishte gjaku i saj, por zhgënjim sepse rruga përfundoi në një rrugë pa krye. "Çfarë thot?" pyeti Hana me shqetësim. "Nuk është ai," tha Arbesa me zë të raskapitur. "Ardian Suma nuk është babai im." Kishte një heshtje të gjatë. "Atëherë, kush është?" "Nuk e di," tha Arbesa duke ndjeshur lot duke i rënë. "Nuk e di më ku të shikojmë." Ajo uli telefonin dhe qau, jo nga dhimbja e humbjes, por nga lodhja e kërkimit të pafund. Të nesërmen, Arbesa vendosi të kthehej tek gjyshrit. Ndoshta ata do të mund të kujtonin diçka më shumë, ndonjë detaj që kishte shpërtuar. Kur arriti, Hasan dhe Fatima e pritën me çaj dhe ëmbëlsira të shtëpisë. Por Arbesa pa menjëherë se diçka kishte ndryshuar në to. Ata dukeshin më të shqetësuar, më të vjetër. "Ka ndodhur diçka?" pyeti ajo. Fatima shkëmbreu një vështrim me Hasan. Pastaj foli. "Arbesa, ne kemi menduar shumë për gjithçka që na the, dhe ka diçka që nuk të kemi treguar." Zemra e Arbesës filloi të rrahë. "Çfarë?" Hasan nxori një letër të vjetër nga xhepi i tij. Kjo erdhi disa muaj pas zhdukjes së lirjes. Ishte në një zarf pa emër dërguesi. Ne mendojmë se ishte nga dikush që e njihte. Ai ia dha letrën e Arbesës.
Ajo e hapi me duar që dridheshin. Lirja nuk vdiq, por ajo nuk mund të kthehej. Nëse doni, mos kërkoni për të. Ka forca që janë më të forta se dashuria. Arbesa e lexoi 2 herë. Kush e shkroi të? Nuk e dinim, tha Fatime. Por dorëshkrimi nuk ishte i Lirjes. Ishte nga dikush tjetër, dikush që donte të na qetësonte, por edhe të na friksonte. Pse nuk më thatë këtë më herët? Pyeti Arbesa, duke ndjerë zemërim të lehtë. Pse kishim frikë, tha Hasan me zë të thyer. Frikë se nëse do të kërkoje shumë thellë do të gjeje diçka që do të lëndoj. Arbesa e pa dashurinë dhe frikën në sytë e tyre. Unë di se keni dashur të më mbronit, por nuk mund të ndaloj tani. Kam nevojë të di. Fatime të ndi kokën me lot. E dim, prandaj vendosëm të tregojmë. Por Arbesa, bëhu e kujdesshme, nëse ka forca që e mbajtën Liria në larg, ato forca mund të jenë enda atje. Kur Arbesa u kthye në shtëpi atë mbrëmje, gjeti një zarf në derë. Nuk kishte emër, nuk kishte pull, vetëm emri i saj, i shkruar me shkrim të kujdesshëm. Zemra i filloi të rrathe fort, e hapi me duar të dridhushëm. Brenda kishte vetëm një letër, e shkurtër. Ndalo kërkimin. Disa të vërteta janë më mirë të varrosura. Kjo është paralajmërimi i vetëm. Arbesa e lexoi 3 herë, duke ndjeshur një të ftohtë që i zbriti shpinën. Dikush po e shikonte, dikush e dinte se ajo po kërkonte. Por në vend që të friksohej, ajo ndjehu diçka tjetër, vendosmëri. Kushdo që kishte shkruar këtë kishte diçka për të fshehur, dhe Arbesa tani e dinte se ishte në rrugën e duhur. Ajo mori telefonin dhe i shkroi Hanës. Morëm paralajmërim, duhet të takohemi, tani. Përgjigja erdhi me njëherë. Vi, mos lëviz. Ndërsa priste, Arbesa shikoi përsëri letrën. Dhe për herë të parë, vuri re diçka. Një uje i vogël në qoshe, pothuajse i padukshëm, një simbol, një shqiponjë me koka 2. Ajo e njihte atë simbol. Kishte parë shpesh në ndërtesa zyrtare, në dokumenta të vjetra. Ishte stemën e një institucioni shtetëror. Dhe tani, gjithçka filloi të kishte kuptim dhe të bëhej më e frikshme. Hana arriti brenda 20 minutash, me frym të shkurtër dhe me një çantë në supë. Më trego, tha ajo duke hyrë shpejt brenda. Arbesa ja tregoi letrën dhe simbolin. Hana e studioi me kujdes. Kjo është serioze, tha ajo. Nëse kjo vjen nga një institucion shtetëror, do të thotë se dikush me pushtet e di se çfarë po bën. Por pse, pyeti Arbesa? Çfarë kam bërë unë, po kërkoj vetëm për nënën time? Sepse nëna jote ka diçka që dikush nuk dëshiron të zbulohet, tha Hana. Ajo ndaloi. Arbesa, mendoj se kemi nevojë për ndihmë profesionale. Dikush që di si të hetoj, dikush me lidhje. Kënjë e tij që mund të na ndihmoj. Hana buzëqeshi paksa. Kam një kushëri. Emri i tij është Besiani. Ai është hetues privat. Kishte punuar për policinë, por u largua se nuk pajtohej me korrupsionin. Tani punon në mënyrë të pavarur. Nëse ka dikush që mund të na ndihmoj, ai është. Arbesa ndjeu një shkëndijë shprese. A mund të flasësh me të? Tashmë e kam bërë, tha Hana, duke nxjerrë telefonin. Ai pret të na takojë nesër. Të nesërmen, ato u takuan me Besianin në një kafe të qetë në periferi të qytetit. Ai ishte një burr në të 40-tet, me pamje të kujdesshme dhe sy që shikonin gjithçka, detaj të vegjël që të tjerët do t'i humnin. Pra, filloi ai, pasi dëgjoi gjithë historinë. Ju jeni duke kërkuar për një grua që zhduk në vitin 1999 dhe tani po merrni kërcënime. Jo thjesht kërcënime, tha Arbesa, duke ia dhënë letrën. Paralajmërime me stemë zyrtare. Besiani e studioi me kujdes, pastaj e fotografoi me telefonin. Ky simbol përdoret nga disa institucione, policia, ushtria, shërbimet inteligjente. Por në vitet 99-2000, shumë prej këtyre organizatave ishin në kaos. Ka mundësi që dikush të ketë përdorur pozicionin e tij për të kryer gjëra jo zyrtare. Si çfarë? Pyeti Arbesa. Si fshehjen e krimeve, si mbylljen e dosjeve, si zhdukjen e njerëzve që dinin shumë. Ai ndaloi. Por për të provuar diçka të tillë, kam nevojë për më shumë informacion.
Kam nevojë për të parë dosjen e nënës tënde, dosjen zyrtare. Si do ta marrim atë? Pyeti Hana. Besiani buzëqeshi paksa. Me kontakte dhe me durim. Ajo kthye te Arbesa, por para se të vazhdojmë dua të di. I e sigurt që dëshiron të vazhdosh, sepse kur të hapim këtë derë, nuk ka kthim. Arbesa e shikoi drejt në sy. Jam me sigurt. Atëherë fillojmë nesër, tha Besiani. Por ju lutem, mos flisni me askënd për këtë. Mos besoni askënd përveç njëri tjetrit. Dhe nëse ndodh diçka e çuditshme, më telefononi menjëherë. Ai u dha numrin e tij dhe u largua. Ndërsa Arbesa dhe Hana dilnin nga kafeja, ato nuk e vunë re makinën e zezë që ishte parkuar përballë, me dritaret e errta. Brenda, një burr me xhaketë lëkure shikonte me një teleobjektiv, duke bërë fotografi. Në telefonin e tij, një mesazh u shfaq. Ato takuan hetuesi. Çfarë duhet të bëjmë? Përgjigja erdhi shpejt. Asgjë për tani, por mbajnë në vëzhgim. Nëse afrohen shumë, do të veprojmë. Besiani punoi shpejt. Brenda 3 ditëve, ai kishte marrë një kopje të dosjes së zhdukjes së Lirie Kelmendi. Një dokument i holl, me vetëm 5 faqe, që dukej sikur ishte mbyllur me nguti. Arbesa, Hëna dhe Besiani u takuan në një apartament të vogël që Besiani përdorte si zyrë. Muret ishin mbuluar me fotografi, harta dhe shënime. Kjo dosje është e pastër, shumë e pastër, tha Besiani, duke shtrirë në tryezë. Nuk ka hetim të vërtet. Nuk ka intervista me fqinj, miq ose koleg. Thjesht një raport standard. Personi zhdukur, s'ka gjurmë, rasti mbyllur pas 6 muajve. Çfarë do të thotë kjo? Pyeti Arbesa. Do të thotë se dikush donte që kjo dosje të hiqet nga radari, por gjeta diçka interesante. Ai nxori një flet tjetër. Në ditën që Liria u raportua si e zhdukur, kishte një incident tjetër në të njëjtën lagje. Një shpërthim në një ndërtesë të re. 3 persona vdiqën. Çfarë lidhje ka? Pyeti Hana. Mund të jetë asgjë, pranoi Besiani. Por kompania që po ndërtonte atë ndërtesë ishte Dardania Construction, e njëjta kompania Ardian Sumës. Arbesa ndjeu një dridhje. Pra, ai ishte përfshirë. Ndoshta, por jo si babait, si diçka tjetër. Ai ndaloi. Gjeta edhe diçka tjetër. Një dëshmitar. Një grua me emrin Vjosa Hoti. Ajo kishte dhënë një dëshmi para policisë duke thënë se kishte parë Lirien në natën që zhduk. Por dëshmia e saj nuk është në dosjen zyrtare. Ku e gjete? Pyeti Arbesa. Në arkivat e vjetra, dosje që nuk janë digitalizuar akoma. Dikush i harroi ose deshi t'i harronte, por unë i gjeta. Ai nxori një letër të vjedhur, me shkrim dore të vjetër. Unë, Vjosa Hoti, dëshmoj se në natën e 12 nëntorit 1999, pash Lirie Kelmendi duke ecur në rrugën Recep Luci, e shoqëruar nga 2 burra. Ajo duke je friksuar. Dëgjova një nga burrat të thoshte, nëse thua diçka do të pendohesh. Më pas hy në një makinë të zezë dhe u larguan. Arbesa e lexoi me zemër që rafte fort. Kjo është dëshmia e parë konkrete që kemi. Ku është Vjosa Hoti tani? Besiani u murend. Kjo është pjesa e keqe. Ajo vdiq në vitin 2003 në një aksident makine. Aksident? Tha Hana me dyshim. Kështu thuhet në raportin zyrtar, tha Besiani, por pasi lexova dosjen e saj, fillova të dyshoj. Askush nuk hetoi thellë, askush nuk bëri pyetje. Arbesa ndjeu një peshë në gjoks, pra ajo mund të jetë vrarë sepse dinte shumë. Kjo është një mundësi, tha Besiani, por pa prova, është vetëm teori. Hana e shikoi Besianin me sy të kursyer. Çfarë propozoni të bëjmë tani? Kemi nevojë të gjejmë persona që punonin me Ardian Suna në atë kohë, tha Besiani. Njerëz që mund të dinë diçka, por duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Nëse ata ndjejnë se po kërkojmë, mund të reagojnë. Arbesa mori një frym të thellë. Atëherë të jemi të kujdesshëm,
por nuk do të ndalemi. Besiani tundi kokën me respekt. Mirë, do të filloj me punonjësit e vjetër të kompanisë. Do shoh nëse ka dikush që është akoma gjallë dhe i gatshëm të flasë. Në javët që pasuan, Besiani punoi në heshtje, duke kontaktuar ish punonjës, duke bërë pyetje të kujdesshme dhe duke mbledhur informacion cop-cop. Një ditë ai thirrri Arbesën me një lajm të rëndësishëm. "Gjeta dikë," tha ai, "një burr me emrin Shpëtim Krasniqi. Ai ishte menaxher i ndërtimit në kompaninë e Ardianit në vitet 99-2000. Tani është i pensionuar dhe jeton në Ferizaj. Ai pranoi të flasë, por vetëm nëse shkojmë vetë." "Kur?" pyeti Arbesa. "Nesër, do të marr në mëngjes." Ferizaj ishte një qytet i vogël, rreth 1 orë larg Prishtinës. Shpëtim Krasniqi jetonte në një shtëpi të thjeshtë, me një obor plot lule dhe një qen i vjetër që flejti në hije. Kur ata arritën, Shpëtimi doli të priste, një burr në të 70-tat, me fytyrë të rrudhur dhe sy që mbanin një thellësi trishtimi. "Hyni ju lutem," tha ai, duke i udhëzuar brenda. Shtëpia ishte e thjeshtë, por e pastër. Ata ulën në një dhomë të vogël ndenje dhe Shpëtimi u solli çaj. Besiani më tha se po kërkoni për liri e Kelmendi. Filloi ai, duke ju drejtuar Arbesës. "Pse?" "Sepse ajo është nëna ime," tha Arbesa thjesht. Shpëtimi e shikoi me sy të zgjeruar, pastaj tundi kokën ngadalë. "E kisha frikë se do të vinte kjo ditë, e kisha frikë se dikush do të kërkonte të vërtetën." "Ju e njihni atë?" pyeti Arbesa me zë të dridhueshëm. "Jo personalisht," tha Shpëtimi, "por e dija për të. Ajo punonte si sekretare në kompaninë e Ardianit për një periudhë të shkurtër, vetëm disa muaj në fillim të vitit 1999. Ishte një vajzë e bukur, e zgjuar, por kishte diçka, një trishtim në sytë e saj. "Çfarë ndodhi?" pyeti Besiani. Shpëtimi mori një frymë të thellë. Ajo u largua pa pritur në verë, nuk dha arsye, por pas disa javësh dëgjova thashe theme, se ajo ishte shtatzën, se kishte pasur një lidhje me dikë në kompani. Zemra Arbesës filloi të rrahte fort. "Me kë?" Shpëtimi hezitoi, pastaj foli me zë të ulët, me një nga partnerat kryesor, një burr me emrin Dritan Halili. Ai ishte dora e djathtë e Ardianit, por Dritani ishte i martuar me 3 fëmijë. Kur liria mbeti shtatzën, ai e kërcënoi që të mos fliste kurrë. Arbesa ndjeu një val të ftohtë. "Ku është ai tani?" "Vdiq," tha Shpëtimi, "në vitin 2005, në një aksident në ndërtim." Por shumë njerëz dyshuan se nuk kishte aksident. "Pse?" pyeti Hana. "Sepse Dritani kishte filluar të fliste, kishte filluar të pendohej për gjërat që kishte bërë. Tha se kishte sekrete që e mundonin, se kishte bërë gjëra që nuk mund t'i falte vetes." Besiani shkroi shpejt shënime. "A keni dëgjuar ndonjëherë lirien të përmendej sërish pas largimit?" Shpëtimi tundi kokën. "Jo drejt për drejt, por ka një gjë që nuk e harroj. Një natë, rreth një muaj pas zhdukjes së lirijes, Dritani erdhi në zyrë i dehur dhe i shqetësuar. E dëgjova duke folur në telefon me dikë. Tha, unë nuk e kisha fajin. Ajo duhet të largohej. Nëse kthehej, do të na shkatërronte të gjithë." Arbesa ndjeu një valë të ftohtë. Ai e detyroi të largohej? Kështu tingëllonte, por nuk e di çfarë ndodhi saktësisht. E gjitha që di është se pas asaj nate, askush nuk foli më për lirien. Ishte sikur nuk kishte ekzistuar kurrë. Pas një heshtje të gjatë, Arbesa foli me zë të thyer. "A mendoni se ajo është akoma gjallë?" Shpëtimi e shikoi me dëmshëri. "Nëse është, ajo është fshehur shumë mirë, dhe nëse nuk është, ai nuk e mbaroi fjalinë. Në udhëtimin e kthimit në Prishtinë, askush nuk foli për një kohë të gjatë. Arbesa shikonte nga dritarja, duke parë peizazhin që kalonte, duke menduar për nënën që nuk e kishte njohur kurrë. Dritan Halili, tha ajo përfundimisht. Ai duhet të jetë baba im. Dupet kështu, tha Besiani, por ai ka vdekur, dhe pa test ADN nuk mund ta provoni. A ka familjen e tij akoma këtu? Pyeti Hana. Po, tha Besiani. Gruaja e tij, Drita Halili, jeton në Prishtinë. Ajo ka 3 djem, tani në të 30-tat, por nuk di sa të gatshëm do të jenë të flasin. Arbesa mendoi për një moment.
Duhet të provoj. Ata janë vëllezrit e mi, meritojnë të dinë të vërtetën, dhe unë meritoj të di. Do të jetë e vështirë, paralajmëroi Besiani. Ajo grua ka mbrojtur imazhin e burrit të saj për 20 vjet, nuk do të pranoj lehtë që ai kishte një fëmijë jashtë martese. E di, tha Arbesa, por nuk kam zgjedhje tjetër. 2 ditë më vonë, Arbesa gjeti veten duke qëndruar përpara një shtëpie të madhe në një lagje të mirë të Prishtinës. Zemra i rahte aq fort, sa mendoi se do të shpërthërnte. Hana ishte me të, duke mbajtur dorën e saj. Je gati? Arbesa tundi kokën edhe pse nuk ishte e sigurt. Ajo afrohej drejt derës dhe trokiti. Pas 1 minute, dera u hap. Një grua në të 60-tat, me flok të lyer dhe rroba elegante, shfaqej. Ajo e shikoi Arbesën me dyshim. Po, tha ajo me një zë të ftohtë. Zonja Halili, filloi Arbesa. Emri im është Arbesa. Doja të flisja me ju për diçka shumë të rëndësishme. Për çfarë? Pyeti Drita, duke mos e lëvizur dorën nga dera. Arbesa mori një frym të thellë. Për burrin tuaj, Dritan Halili, dhe për një grua me emrin Lirie Kelmendi. Fytyra e Dritës u ngry. Si guxon ti? Ju lutem, e ndërpreu Arbesa. Unë nuk kam ardhur për të shkaktuar probleme, por kam nevojë për të vërtetën. Mendoj se Dritan ishte babai im. Drita mbeti e ngrirë për një moment. Pastaj hapi derën më gjerë. Hyni, tha me një zë që mesdi dëgjohej. Brenda shtëpia ishte e bukur, mobilje të shtrenjta, vepra arti në mure, gjithçka e përsosur, por kishte një ftohtësi, një mungesë ngrohtësie që e bënte Arbesën të ndjehej e pa dëshiruar. Ato ulën në një dhomë denjeje. Drita nuk u ofroi çaj, nuk buzëqeshi. Thjesht u ul dhe e shikoi Arbesën me sy plot akuzë. Pra, filloi Drita me një zë të mpret. Ti thua se je bia e Dritanit. Po, tha Arbesa. U lash në derën e një xhamie në vitin 1999, vetëm disa ditësh. Nëna ime ishte Lirie Kelmendi, që punonte në kompaninë ku Dritan ishte partner. Drita qeshi, një të qeshur të hidhur, pa humor, sigurisht. Një tjetër grua që pretendon se burri im ishte babai i fëmijës së saj. A di sa herë kam dëgjuar kështu? Arbesa u befasua. Ka të tjera. Jo të vërteta, tha Drita me tërbim. Por gjithmonë ka dikush që përpiqet të shfrytëzojë emrin e një njeriu të vdekur, të marr para, pronësi gjithçka. Unë nuk dua para, tha Arbesa me vendosmëri. Dua vetëm të vërtetën. Drita e shikoi për një kohë të gjatë. Edhe sikur të ishte e vërtet, edhe sikur Dritan të kishte pasur një lidhje me atë grua. Çfarë ndryshon? Ai ka vdekur. Ajo ka zhdukur, dhe ti e rritur nga dikush tjetër. Pse të mos e lër të kaluarën në paqe? Sepse nuk është e kaluara, tha Arbesa duke ndjeshur lot. Është e tashmja ime, është identiteti im. Kam jetuar 25 vjet pa ditur kush jam. Meritoj të di. Drita u ngrit. Nuk kam asgjë më shumë për të thënë. Ju lutem dilni. Zonja Halili, dilni, tha Drita me një zë që mbante dhimbje dhe zemërim të përzier. Arbesa dhe Hana u ngritën dhe u drejtuan drejt derës. Për ku po dilnin, dëgjua një zë nga shkallët. Nën, kush janë ato? Arbesa u kthye dhe pa një burr të ri, rreth 30-tave, duke zbritur shkallët. Ai kishte pamjen e Dritanit, sipas fotografive që Arbesa kishte parë. Fytyrë të fortë, sy të errët. As kush, tha Drita shpejt, po ikin. Për djali e shikoi Arbesën me kureshti. Pse kam ndjesinë se të kam parë më parë? Arbesa e shikoi, dhe në atë moment pa diçka të njohur, një ngjashmëri të vogël, në formën e syve, në vijën e fytyrës. Emri im është Arbesa, tha ajo ngadalë, dhe mendoj se jemi vëllezër. Djali qëndroi ngrirë. Drita eci shpejt te ai. Mos e dëgjo, tha ajo. Ajo nuk di për çfarë po flet. Por djali nuk e hoqi shikimin nga Arbesa.
Çfarë do të thuash? Arbesa mori varsen nga qafa dhe ja tregoi. Kjo ishte e nënës ime. Ajo ishte Lirie Kelmendi. Ajo punonte me babain tuaj. Dhe në vitin 1999 më la në derën e një xhamie sepse nuk kishte zgjedhje tjetër. Djali shikoi varsen, pastaj nënën. Nën, është e vërtet? Drita mbante fytyrën me duar, duke qarë. Nuk e di, tha me zë të thyer. Nuk e di, Dritan kishte shumë sikrete, nuk më thoshte gjithçka. Djali mori një hap drejt Arbesës. Nëse është e vërtet, nëse je motra ime, dua të di. Arbesa ndjeu një val shprese. A do të bësh një test ADN-je? Ai tundi kokën. Po, por jo për të provuar ty, por për të ditur të vërtetën për babain tim. Testi ADN u krye brenda një jave. Arbesa dhe Arben Halili, djali i parë i Dritanit, pritën me ankth rezultatet. Kësaj here, Arbesa ishte e përgatitur për çdo përgjigje. Kur emaili arriti, ata ishin të dy në apartamentin e Besianit, me Hanën dhe Besianin pranë. Arbeni e hapi me duar që dridheshin. Testi përputhshmërisë ADN. Subjekti A, Arbesa. Subjekti B, Arben Halili. Përfundimi. Përputhshmëri gjyshmë vëllezërore, 99.8%. Konkluzion. Subjekti A dhe subjekti B ndajnë të njëjtin baba biologjik. Heshtja në dhomë ishte e rëndë. Arbeni e pa Arbesën me sy plot lot. Je motra ime, tha ai me zë të thyer. Arbesa vetëm munden të tund kokën duke qarë. Ata u përqafuan. Dy të huaj që sapo zbuluan se ishin gjak. Më vjen keq, tha Arbeni. Më vjen keq për atë që nëna jote kaloi. Më vjen keq që babai im e detyroi të largohej. Nuk është faji yt. Ti nuk e dije. Besiani u ndërhy but. Tani që e dim të vërtetën, pyetja është: ku është Liria? A është akoma gjallë? Arbeni mendoi për një moment. Ka diçka që duhet të di. Para se babai im të vdiste, ai më la një letër. E kam mbajtur për vite, pa e kuptuar plotësisht. Por tani, mendoj se ka të bëjë me këtë. Ai nxori një zarf të vjetër nga xhepi dhe ja dha Arbesës. Lexoje, tha ai. Arbesa hapi me duar të dridhura. Arben, djali im i dashur. Nëse po lexon këtë, do të thotë se kam vdekur. Ka gjëra që nuk të kam thënë kurrë. Sekrete që më kanë mbytur gjithë jetën. Në vitin 1999, bëra një gabim të madh. U dashurova me një grua që nuk duhej. Ajo mbeti shtatzan. U friksova. Friksova për karrierën time, për familjen time, për gjithçka. Dhe e detyrova të largohej. Por ajo nuk shkoi larg. Ajo shkoi diku ku mendoi se do të ishte e sigurt. Ajo shkoi në Gjermani, te një kushëri i saj. Emri i tij është Agron Kelmendi. Jeton në Munih. Nuk e di nëse ajo është akoma atje. Nuk e di nëse do të më fal kurrë, por nëse dikush kërkon për të, trego këtë letër. Më fal për gjithçka. Dritan. Arbesa e lexoi 2 herë, me zemër që rrahte fort. Ajo është gjallë, përshpëriti. Nëna ime është gjallë. Hana ja kapi dorën. Tani e di ku të shikosh. Besiani filloi të kërkonte me një herë. Agron Kelmendi, Munih. Nëse ka ende të njëjtin emër, do ta gjej. Brenda 2 ditësh, Besja kishte gjetur një adresë, një shtëpi në një lagje të qetë në periferi të Munihut. Kishte edhe një numër telefoni. Arbesa dridhej ndërsa mbante telefonin. Çfarë nëse nuk dëshiron të flas me mua? Çfarë nëse më urren për atë që ajo kaloi? Nuk do të urrej, tha Rina që ishte atje për ta mbështetur. Ajo të las sepse të donte dhe do të kuptoj pse po e kërkon. Arbesa mori një frymë të thellë dhe formoi numrin. Telefoni ra 1 herë, 2 herë, 3 herë. Pastaj, një zë i butë përgjigjej. Po? Përshëndetje, tha Arbesa me zë pëdridhur. A jam duke folur me Agron Kelmendi? Po jam unë, kush është? Emri im është Arbesa dhe jam duke kërkuar për kushërirën tuaj, Lirie Kelmendi. Kishte një heshtje të gjatë në anën tjetër. Kush je ti? Jam bija e saj, tha Arbesa, duke ngjeshur lot. Ajo më la kur isha shumë e vogël, por kam nevojë ta gjej. Ju lutem nëse e dini ku është më ndihmoni. Heshtja vazhdoi. Pastaj zëri i burrit u dëgjua përsëri, më i butë, më i ngrohtë. Ajo është këtu, tha ai.
Liria jeton me mua dhe e ka pritur 25 vjet për këtë telefonat. Arbesa nuk mund të besonte. Ajo është atje? Tani? Po, tha Agroni. A dëshiron të flasësh me të? Po, tha Arbesa duke qarhapur tani. Ju lutem. Dëgjoj tingull në sfond. Hapa, një zë gruaj që pyese diçka, pastaj pas asaj që dukej si përjetësi, një zë tjetër dëgjohej, një zë që Arbesa nuk e kishte dëgjuar kurrë, por që ndjeu sikur e njihte gjithë jetën. Arbesa? Tha zëri, i thyrë nga emocionet. A je ti? Po, tha Arbesa duke u rrokullisur lot. Jam unë, jam Arbesa, jam dia juaj. Dhe nga ana tjetër e linjës, dëgjoi tër për herë të parë një nën që qante për fëmijën që kishte lënë, por që nuk e kishte harruar kurrë. Unë të dua, tha Liria me zë të thyer. E kam dashur çdo ditë. Dhe tani? Tani mund të takohemi? Po, tha Arbesa, po vej, do të visa më shpejt të mundemi. Kur mbyllën telefonin, Arbesa ra në krahat e Rinës, duke qarë nga lumturia dhe dhimbja e përzier. Pas 25 vitesh, ajo kishte gjetur nënën e saj. Dhe tani, udhëtimi i vërtet ishte gati të fillonte. 3 ditë më vonë, Arbesa ishte në aeroport, e shoqëruar nga Rina dhe Hana. Besjarni kishte organizuar gjithçka, biletën e avionit, hotelin, edhe udhëzimet se si të arrinte në shtëpinë e Agronit. A je sigurt se nuk dëshiron që të vim? Pyeti Hana për herë të 10. Jam e sigurt, tha Arbesa, duke përqafuar shoqen e saj. Kjo është diçka që duhet ta bëj vetë. Por faleminderit, pa ty nuk do të kisha arritur deri këtu. Rina e mbajti fort duke qarë. Kur ta takosh, thuaj se ne të kemi dashur. Thuaj se kemi pasur kujdes për ty dhe se nuk e kemi blamuar kur për atë që bëri. Do t'ja them, tha Arbesa. Premtoj. Fluturimi ishte i gjatë, por Arbesa me zi e ndjeu. Mendja e saj ishte plot me pyetje, me frikra, me shpresa. Çfarë do të thoshte? Si do të dukej nëna e saj? A do të njihte diçka në të? Kur avioni ul në Munich, zemra Arbesës rrafte aq fort sa mendoi se të tjerët mund ta dëgjonin. Ajo mori bagazhin e saj të vogël dhe doli në qytetin e huaj. Agroni e priti jashtë aeroportit, një burr në të 50-tat, me fytyrë të ngrohtë dhe sy të njëjtë gështenj si Liria në fotografi. Arbesa, tha ai, duke buzëqeshur me lot në sy. Po, tha ajo. Ai e përqafoi fort sikur të ishte mbesa e tij prej vitesh. Mirë se erdhe. Liria ka pritur gjithë javën. Ajo është shumë e emocionuar dhe shumë e friksuar. Edhe unë, pranoi Arbesa. Gjatë udhëtimit me makinë drejt shtëpisë, Agroni i tregoi pak për Lirien. Ajo erdhi këtu në dhjetor të vitit 1999, tha ai. Ishte shkatruar. Nuk fliste, nuk hante, nuk bënte asgjë. Mendova se do të vdiste nga dhimbja. Por ngadalë, me kohën, filloi të shërohet. Mësoi gjermanisht, gjeti punë, bëri një jetë. Por asnjëherë nuk u martua. Asnjëherë nuk pati fëmijë të tjerë. Ajo tha se e kishte lënë zemrën e saj në Kosovë. Arbesa dëgjonte me lot duke i rënë. Pse nuk u kthye? Sepse kishte frikë, tha Agroni. Frikë se Dritani do ta gjente. Frikë se do të lëndonte ty ose prindrit e saj. Prandaj qëndroi larg. Por çdo ditë, çdo natë mendonte për ty. Kur arritën te shtëpia, një ndërtesë vogël me 4 kate, Arbesa ndaloi. Duart i dridheshin. Zemra i rrahte fort. A je gati? Pyeti Agroni but. Nuk e di, tha Arbesa me sinqeritet. Por duhet të bëj këtë. Ata hynë dhe hipën në katin e dytë. Agroni trokiti në derë. Lirie, thirrri ai. Ajo ka ardhur. Dera u hap ngadalë. Dhe atje, për herë të parë në 25 vjet, Arbesa e pa nënën e saj. Liria ishte një grua në të 40-tet e vona, me flokë të zinj të përzier me gri dhe sy gështenj, që ishin saktësisht si të Arbesës. Fytyra e saj ishte e bukur, por e shënuar nga vitet e dhimbjes. Për një moment asnjëra nuk lëvizi. Ato thjesht qëndruan, duke u shikuar njëra tjetrën, duke parë veten në tjetrën. Pastaj, Liria foli me zë të thyer.
Arbesa, bia ime. Dhe Arbesa vrapoi në krahët e saj. Ato qanë së bashku, duke u mbajtur fort, duke lëshuar 25 vjet dhimbje, humbje dhe dashuri të pafundme. Më fal, përsëriti Liria përsëri dhe përsëri. Më fal që të lash, më fal që nuk isha atje. Nuk ka nevojë për falje, tha Arbesa, duke qarë. Ti më dhe jetë, ti më ruajte, dhe tani jemi këtu, së bashku. Ato u ulën së bashku, duke mbajtur duart, dhe për orë të tëra, Liria tregoi historinë e saj. Gjithçka që kishte ndodhur, gjithçka që kishte ndjerë, gjithçka që kishte humbur, dhe gjithçka që kishte shpresuar. Kur të lash atë natë, tha Liria, ndjeva sikur kisha vdekur, por e dija se ishte e vetmja mënyrë për të mbrojtur. Dritan kishte kërcënuar se nëse dinte për ty, do të më merrte, dhe nuk mund ta rrezikoja. Pse nuk shkove te policia? Pyeti Arbesa. Sepse ai kishte fuqi, kishte lidhje. Dhe në atë kohë, pas luftës, gjithçka ishte kaos. Askush nuk do të më besonte. Prandaj vendosa të largohesha dhe të lija në duart e Zotit. Nënarina më ka dashur si të vetën, tha Arbesa. Ajo ka qenë gjithçka për mua. Liria buzëqesh me lot. E di, kur shkova te xhamia atë natë, e zgjodhëm me qëllim. E dija se imami ishte një njeri i mirë, dhe shpresova se dikush me zemër të pastër do të gjente. Rina e bëri, dhe tani ajo më tha të them se të falenderoj, dhe se nuk të blamoj. Liria filloi të qante përsëri, duke mbajtur Arbesën fort. Falenderit, përshpëriti Liria. Falemderit që erdhe. Falemderit që më fale. Arbesa qëndroi në Munich për një javë të tërë. Çdo ditë ishte një zbulim i ri, histori nga fëmijëria e Lirisë, fotografi të vjetra, momente të ndara që s'mund të ktheheshin, por që tani mund të kujtoheshin së bashku. Liria e çoi Arbesën nëpër qytet, duke i treguar vendet ku kishte jetuar, ku kishte punuar, ku kishte qarë për vajzën e saj të humbur. Këtu erdha ditën e parë, the Liria, duke treguar një park të vogël. Ula në atë stol dhe qajat për orë. Mendova se do të vdisja nga dhimbja, por agroni më gjeti dhe më tha, nëse vdes, atëherë ajo nuk do të njoh kurrë. Jeto për të, jeto me shpresën se një ditë do të kthehesh. Arbesa e kapi dorën e saj. Dhe ja, këtu jemi. Një mbrëmje, ndërsa ulja në balkonin e vogël të apartamentit, Liria pyeti. A je e lumtur, Arbesa? A ke një jetë mirë? Po, tha Arbesa. Kam një nën që më do, një shoqe besnike, një familje që sapo kam zbuluar, dhe tani kam ty. Liria buzëqeshi. Kjo është gjithçka që kam dashur, gjithçka për të cilën kam lutur. Por kishte ende diçka që Arbesa duhet të pyeste. A ke menduar ndonjëherë të kthehesh, tani që Dritan ka vdekur? Liria shikoi larg, në horizontin ku dielli po përëndonte. Çdo ditë, por kam frikë se nuk do të më pranojnë, frikë se kam humbur shumë kohë. Nuk është vonë, tha Arbesa. Gjyshrit ende të presin, ata nuk kanë pushuar kurrë së shpresuari. Liria ktheu kokën me sy të zgjeruar. Prindrit e mi janë akoma gjallë? Po, tha Arbesa, dhe duan të shohin, duan të dinë se je mirë. Liria filloi të qante. Si mund t'i shoh pas gjithë kësaj kohe? Si mund t'i shikoj në sy? Duke qenë sinqert, duke u treguar atë që ke kaluar, dhe duke ju lënë të përqafojnë sikur se meritojnë. Liria mori dorën e Arbesës dhe e shtrëngoi fort. A do të vish me mua kur të kthehem? Sigurisht, tha Arbesa duke buzëqeshur në përlot. Do t'jemi së bashku, ashtu siç duhet ishim gjithmonë. 2 javë më vonë, Arbesa dhe Liria ulën në avion drejt Prishtinës. Liria mbante dorën e Arbesës gjatë gjithë fluturimit, duke u dridhur nga emocionet. 25 vjet, përshpëriti ajo.
25 vjet që nuk kam parë prindrit e mi. Ata të kanë pritur gjithë këtë kohë, dhe tani, përfundimisht, do të kenë përsëri. Kur avioni u ul nga aeroporti në Prishtinës, Liria filloi të qante. Arbesa e mbajti fort derisa të qetësohej. Jashtë terminalit, Rina, Hana, Besiani dhe Arbeni prisnin, dhe pak më larg, në një karrocë me rrota, ulej Hasan, gjyshmëri Arbesës, pranë tij qëndronte Fatime, me një buqet lulesh në duar dhe fytyrë plot lot. Kur Liria i pa, ndaloi në vend. Për një moment, dukej sikur do të ikte, por pastaj Arbesa e shteu but përpara. "Shko," i tha ajo. "Ata të presin." Liria filloi të ecë ngadalë, pastaj më shpejt, dhe përfundimisht vrapoi. Ajo ra në gjunjë përpara prindërve të saj, duke qarë pa kontrolle. "Më falni," tha me zë të thyer. "Më falni për gjithçka." Fatime e ngriti Lirin dhe përqafoi fort. "Nuk ka nevojë për falje. Ti je këtu. Je gjallë. Kjo është gjithçka që kemi dashur." Hasan e prekti fytyrën e saj me duar të dridhura, sikur po sigurohej se ishte e vërtetë. "Vajza ime," përshpëriti. "Vajza ime e dashur ka ardhur në shtëpi." Në atë moment, në atë vend, një familje u ribashkua, pas 25 vitesh dhimbje, por me dashuri që nuk ishte shuhajtur kurrë. Javët që pasuan ishin flot emocione. Liria u takua me të gjithë, me Rinën, që e përqafoi dhe falenderoi për kujdesin ndaj Arbesës, me Hanën, që qeshi dhe qau duke dëgjuar historinë e tërë, me Arbeni dhe vëllezërit e tij, që e pranuan me respekt dhe kuriozitet. Por takimi më i rëndësishëm ishte me imamin mentor, kur Liria hyri në xhami për herë të parë pas 25 viteve. Imami qëndroi dhe buzëqeshi me lot. "Liria e Kelmendi," tha ai, "e dija si një ditë do të ktheheshe." "Ju e dinit?" pyeti Liria me habi. "Po," tha mentor. "Atë natë, kur fëmia u la këtu, unë ndjeva diçka. Ndjeva se kjo nuk ishte një braktisje e thjeshtë, ishte një akt dashurie, një nën që po sakrifikonte gjithçka për të mbrojtur fëmijën e saj." Liria filloi të qante. "Isha kaq e dëshpëruar, nuk isha ku të shkoja, askë për t'u besuar, por e dija se këtu, në shtëpinë e Zotit, ajo do të ishte e sigurt. Dhe ishe e drejtë," tha mentor. Arbesa u rrit me dashuri, u rrit e fort, e guximshme. Dhe tani ka gjetur rrugën për të sjellë në shtëpi. Liria e shikoi Arbesën, që qëndronte pranë. "Ajo është më e mira që kam bërë ndonjëherë në jetën time. Edhe nëse nuk isha atje, ajo është pjesa më e bukur e meje, por jo gjithçka ishte e lehtë." Një ditë, Arbesa mori një telefonat nga Arbeni. "Ka ndodhur diçka," tha ai me zë të shqetësuar. "Nëna ime dëshiron të takoj Lirien." Arbesa ndjeu një dridhje. "Pse?" "Nuk e di," tha Arbeni, por ajo insistoi. Tha se ka gjëra që duhen thënë. Arbesa diskutoi këtë me Lirien. Në fillim, Liria nuk donte të shkonte. "Ajo grua më urren," tha ajo, "dhe ka të drejtë. Unë ja shkaktova dhimbje burrit të saj." "Jo," tha Arbesa me vendosmëri. "Dritani shkaktoi dhimbje vetes dhe të gjithëve përreth. Ti ishe viktim, jo fajtore." Përfundimisht Liria pranoi. 2 ditë më vonë, ato shkuan te shtëpia e Dritës. Këtë herë me Arbeni dhe Besianin pranë për mbështetje. Drita i priti në derë, me fytyrë të rënduar nga vitet dhe nga dhimbje. Ajo e shikoi Lirien për një kohë të gjatë, pastaj foli me zë të butë. "Hyni ju lutem." Brenda, ato ulën në të njëjtën dhomë ku Arbesa kishte ardhur muaj më parë. Por tani, atmosfera ishte ndryshe, më pak armiqësore, me e trishtuar. Drita foli e para. "Liria Kelmendi, unë kam menduar për ty çdo ditë që nga dita që Dritan vdiq." Ai më la një letër ku tregonte gjithçka. "Çfarë tha?" "Tha se të kishte dashur," tha Drita, me zë të thyer. "Tha se ti ishe vetmja grua që e kishte bërë të ndihej gjallë, por sa ishte frikacak për mua, për fëmijët, për imazhin e tij, dhe për këtë arsye të detyroj të largohesha." Liria filloi të qante. "Unë nuk desha të shkaktoja dhimbje, e dashurova, por e dija se ishte gabim." "Nuk ishte faji jot," tha Drita, duke qartë tani edhe ajo. "Ishte i ti. Ai ishte burri i rritur,
Ai kishte pushtetin, ai kishte zgjedhjen dhe ai zgjodhi keq. Ato qanë së bashku, dy gra që kishin qenë viktima të njëjtit burri, të njëjtës situate. Më fal që nuk të besova në fillim, tha Drita, duke shikuar Arbesën. Më fal që kam qenë e ashpër, por kisha ndërtuar një jetë mbi gënjeshtra, dhe ti erdhe dhe I prisha ato. Nuk erdha për të shkatruar asgjë, erdha vetëm për të gjetur të vërtetën. Drita tundi kokën. E di. Dhe tani, e di edhe unë. Arbesa, ti e bia e Dritanit, dhe kjo të bën pjesë të kësaj familje. Nëse dëshiron, ke një vend këtu. Arbesa ndje u lot duke I ardhur. Faleminderit, kjo do të thot shumë. Drita u kthye te Liria. Dhe ti, Liria, nuk mund të kthej kohën, por mund të them se nuk të blamoj dhe shpresoj se dikur ne mund të gjejmë paqe. Liria e zgjati dorën dhe Drita e kampi. Në atë prekje, dy gra që kishin qenë armiqe në heshtje, gjetën një kuptim të përbashkët, një dhimbje të përbashkët dhe një dëshirë për shërim. Muajt që pasuan ishin një proces shërimi. Arbesa gjeti veten të rrethuar nga dashuri. Dy nëna, Rina dhe Liria, gjyshër, vëllezër, miq dhe një e shkuar që tani kishte kuptim. Liria vendosi të qëndronte në Kosovë. Ajo gjeti një punë si përkthyese dhe filloi të ndërtonte jetën e saj sërish në vendin që kishte lënë me dhimbje. Çdo ditë, ajo dhe Arbesa kalonin kohë së bashku, duke biseduar, duke qeshur, duke ndërtuar lidhjen që kishin humbur. Dhe çdo ditë, Liria shkonte te prindrit e saj, duke u kujdesur për ta dhe duke u kërkuar falje në mënyra të vogla. Nuk duhet të kërkosh falje, I tha Hasan një ditë. Ti bëre ato që mendoje se ishte e duhura, dhe tani je këtu. Kjo është gjithçka që kemi dashur. Një mbrëmje, gjithë familja u mblodh së bashku për darkë. Arbesa, Liria, Rina, Hasan, Fatime, Arbeni dhe vëllezërit e tij, Hana dhe Besjani. Ishte një tavolinë e madhe, plot me ushqim tradicional, të qeshura dhe histori. Shikoni këtë, tha Hasan duke ngritur gotën. Një familje e ndërtuar nga dashuria, jo nga gjaku. Të gjithë ne jemi këtu sepse Zoti na ka sjellë së bashku. Ata prekën gotat dhe pinë, duke festuar jo vetëm një ribashkim, por një fillim të ri. Por kishte ende një gjë që mbetej për tu zgjidhur. Një mbrëmje, ndërsa Arbesa dhe Liria ecnin në park, Arbesa pyeti: "A ke menduar ndonjëherë për Dritanin? A e uren?" Liria mendoi për një kohë të gjatë. "Jo," tha përfundimisht. "Nuk e urrej. E kam urrejtur për vite, por tani, pas gjithë kësaj, kam kuptuar se urrejtja vetëm më shkatërronte mua. Ai bëri gabime të mëdha, por edhe unë bëra gabime. Edhe në fund, nga ato gabime erdhi ti." Arbesa buzëqeshi: "Pra nuk pendohesh?" "Asnjëherë," tha Liria duke përqafuar. "Ti je gjëja më e mirë që kam bërë ndonjëherë. Dhe çdo ditë që kalova larg, çdo lot që qava, I avlente, sepse ti je këtu. Ti je fortë, e bukur, e dashur, dhe jam kaq krenar që je bia ime." Ato ecën në heshtje për një kohë, duke shijuar paqen. "Nëna," tha Arbesa pas një kohe, "çfarë do të thuash nëse shkojmë te xhamia? Të falenderojmë Zotin për gjithçka?" Liria buzëqeshi me lot: "Do të më pëlqente shumë." Ato shkuan te xhamia e vjetër, vendi ku gjithçka kishte filluar. Imami mentor I priti me ngrohtësi. "Keni ardhur për të falendëruar?" tha ai me një buzëqeshje. "Po," tha Liria, "dhe për të kërkuar falje për gjithçka që kam bërë." "Zoti di çdo zemër," tha mentori, "dhe ai të ka falur prej kohësh. Tani është koha që ti të falësh veten." Liria u lut me lot, duke lëshuar 25 vjet faj dhe dhimbje. Dhe kur u ngrit, ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer prej vitesh, paqe të vërtet. Por historia nuk mbaroi atje. Një ditë,
Ndërsa Arbesa po pastronte disa nga gjërat e vjetra të lirisë që Agroni kishte dërguar nga Gjermania, gjeti një fletore të vogël, një ditar që Liria kishte mbajtur në muajt e parë pas largimit. Arbesa e hapi me kurreshtje dhe filloi të lexojë. 15 dhjetor 1999. Arbesa ime e vogël, bia ime e dashur. Sot kam qenë 2 muaj larg teje. Çdo natë shtrihemi dhe imagjinoj se si dukesh tani. A je rritur? A je shëndetshme? A të mban dikush në krah dhe të thotë se je e dashur? Më them zemra çdo ditë, por e di se bëra gjën e duhur. Dritan është i rrezikshëm, nuk vetëm për mua, por për ty. Ai ka thënë shumë herë se nuk dëshiron skandale, se nuk dëshiron që asgjë të shkatrojë karrierën e tij. Por ka diçka tjetër që nuk ja kam thënë askujt. Diçka që vetëm unë e di. Dritan nuk ishte i vetmi njeri që e dinte për ty. Kishte dikë tjetër, dikë që më kërcënoi edhe më shumë. Emri i tij është Flamur Krasniqi. Ai ishte partneri tjetër i kompanisë dhe ai ishte më i egër se Dritan. Ai më tha që nëse nuk largoheja, do të siguroj që as unë, as ti të jetonim. Prandaj ika. Dhe prandaj nuk mund të kthehem. Jo derisa të jem e sigurt se ai nuk mund të më gjej. Arbesa ndaloi frymën. Emri Flamur Krasniqi. Nuk e kishte dëgjuar më parë. Ajo e thirri menjëherë Besianin. Ke dëgjuar për Flamur Krasniqi? Pyeti ajo. Po, tha Besiani. Ai ishte një nga njerëzit më të fuqishëm në vitet pas lufte, por vdiq në vitin 2010 në një ekzekutim, kishte shumë armiq. Arbesa ndjeu një val lehtësimi. Pra, ai nuk është më kërcënim. Jo, tha Besiani. Por fakti që nëna jote e përmendin tregon se ajo kishte frikë reale. Ajo nuk iku vetëm prej Dritanit, iku prej dikujt edhe më të rrezikshëm. Arbesa ja tregoi djarin Lirjes atë mbrëmje. Liria e lexoi me fytyrë të mërzitur. Nuk desha që ti ta dish këtë, tha ajo. Nuk desha që të dish sa e felksuar isha. Por tani e di, tha Arbesa. Dhe të kuptoj edhe më shumë. Ti nuk ishe frikacake, ishe fort, bëra atë që duhet për të më mbrojtur. Liria e përqafoi Arbesën. Faleminderit që kuptoni. Faleminderit që nuk më gjykoni. Kur, tha Arbesa, ti je nëna ime dhe çfarëdo që ke bërë nga dashuria. 6 muaj pas kthimit të Lirjes, Arbesa mori një vendim të madh. Ajo vendosi të organizonte një fest, jo një dasëm, por një ceremoni falënderimi. Një mbledhje të gjithë atyre që kishin qenë pjesë e udhëtimit të saj. Dua që të gjithë të jenë atje, i tha Johannes. Rina, Liria, gjyshërit, vëllezërit, Drita, Besiani, imami mentor. Të gjitha ata që më ndihmuan të gjej veten. Hana Buzëqeshi, do të jetë e bukur dhe e merituar. Ceremonia u mbajt në një kopsht të bukur jashtë qytetit, në një ditë të kthjellët vere. Ishin rreth 50 njerëz, familje, miq, të afërm. Arbesa qëndroi në qendër, me Rinën në një anë dhe Lirja në tjetrën dhe foli me zemër të hapur. Unë jam këtu sot sepse secili prej jush më ka dhënë diçka. Ju më keni dhënë dashuri, mbështetje, të vërtetën dhe më e rëndësishmja, një familje. Unë nuk e zgjodhëm se si filloi jeta ime, por zgjodha se si do të vazhdoj dhe zgjedh të jetoj me falënderim, me dashuri dhe me falje. Ajo u kthye te Rina. Nënë Rina, ti më rrite kur askush tjetër nuk mund. Ti më dhe një shtëpi, një emër, një identitet. Do të jem gjithmonë bija jote. Ajo u kthye te Lirja. Nën Lirje, ti më dhe jetë. Ti bëre sakrificën më të madhe që një nën mund të bëjë. Dhe tani pas 25 vitesh je këtu. Dhe çdo ditë me ty është një dhuratë. Ajo u kthye te të tjerët. Ju të gjithë jeni familja ime. Gjaku nuk na lidh të gjithëve, por dashuria po, dhe ajo është më e fortë. Të gjithë qanë. Lot gëzimi, lot shërimi, lot paqeje. Imami mentor mori fjalën. Arbesa, ti je një provë se Zoti nuk harron askënd, që çdo jetë ka një qëllim dhe që dashuria gjithmonë e gjen rrugën. Ata falën së bashku, hëngrën së bashku, qeshën dhe vallëzuan. Ishte një ditë që askush nuk do ta harronte. Në mbrëmje, ndërsa dielli po përëndonte, Arbesa e Liria ecën vetëm në kopësht. A je e lumtur? Pyeti Liria. Më shumë se që mund të shprehem, tha Arbesa.
për herë të parë në jetën time, ndihem me plot. Lirja buzëqeshi. Edhe unë. Për 25 vjet kam jetuar me një boshllëk në zemër, por tani ai boshllëk është mbushur. Ato që ndrojnë në heshtje, duke parë diellin që zhdukej. A mendon ndonjëherë për të ardhmen? Pyeti Arbesa. Çdo ditë, tha Lirja. Dhe tani, për herë të parë, e ardhmja nuk më frikson, sepse e di se çfarëdo që ndodh, ne do të jemi së bashku. Gjithmonë, premtoi Arbesa. Dhe në atë moment, në një qiell plot yje, një nënë dhe një vajzë, të ndara për 25 vjet, por të ribashkuara nga dashuria, gjetën paqen që kishin kërkuar gjithë jetën. Një vit pas ceremonisë, jeta kishte gjetur një ritëm të ri. Arbesa kishte filluar të punonte si këshilltare sociale, duke ndihmuar fëmijë të braktisur dhe gra në vështirësi. Një mision që vinte drejt për drejt nga përvoja e saj. Lirja ishte bërë aktiviste, duke folur publikisht për të drejtat e grave dhe për rëndësinë e faljes dhe shërimit. Historia e saj kishte prekur shumë zemra. Rina, tani në të 70-tat, jetonte paqësisht, duke ditur se vajza që kishte rritur ishte e lumtur. Hasan dhe Fatime kishin vdekur brenda 6 muajve nga njëri tjetri, por të lumtur duke ditur se bia e tyre kishte kthyer dhe se mbesa e tyre ishte një grua e fortë dhe e dashur. Arbeni dhe vëllezërit e tij kishin ndërtuar një lidhje të fortë me Arbesën, duke e trajtuar si motrën që gjithmonë kishin dashur. Hana dhe Besiani kishin nisur një lidhje, një dashuri që kishte filluar gjatë kërkimit, por që kishte lulëzuar në paqe. Dhe një mbrëmje, ndërsa Arbesa ulej me Lirje në balkonin e shtëpisë së re që kishin blerë së bashku, ajo mori varse nga qafa, atë varse që kishte qenë e vetmja lidhje me të shkuarën e saj. "Çfarë mendon?" pyeti Lirja. "A duhet ta ruajmë?" Arbesa e shikoi për një kohë të gjatë, pastaj buzëqeshi. "Jo, kjo përfaqëson dhimbjen, humbjen, të shkuarën. Tani duam të ndërtojmë të ardhmen." Ato shkuan te lumi i afërt dhe, së bashku, e hodhën varsen në ujë. E pan duke shkëlqyer për një moment, pastaj duke zhdukur në thellësi. "Tani jemi të lira," tha Liria. "Tani jemi të shëruara," tha Arbesa. Dhe ndërsa ktheheshin në shtëpi, duar për dore, të dyja e dinin se kishin gjetur atë që kishin kërkuar gjithë jetën. Njëra tjetrën. Një familje të ndërtuar mbi dashuri, falje dhe besim, dhe një të ardhme plot shpresë. Mesazhi. Në jetë, ka të vërteta që dhembin dhe të kaluara që nuk mund të ndryshohen, por dashuria e vërtet, ka fuqinë të shërojë edhe plagët më të thella. Familja nuk përcaktohet nga gjaku, por nga zemra, dhe falja është dhurata më e madhe që mund t'i japim vetes dhe të tjerëve. Kjo është historia e Arbesës, një vajzë e braktisur që gjeti rrugën për në shtëpi, dhe në atë udhëtim, ajo mësoi se të qenit i humbur nuk do të thotë se nuk mund të gjendesh. Se të qenit i thyer nuk do të thotë se nuk mund të shërohesh, dhe se në fund, dashuria gjithmonë fiton.